Yasir Hasani është kthyer menjëherë te goli në radhët e skuadrës e Esteghlal në kampionatin iranian të futbollit. Sulmuesi kombëtares, pasi luajti vetëm një pjesë loje në miqësore ndaj Jordanisë gjatë grumbullimit të tetorit, është shfaqur edhe një herë protagonist me klubin e tij. Në ndeshjen ndaj Mes Rafsanjana në kampionat, Hasanit ju deshën vetëm pak minuta për të gjetur rrugën e rrjetës. Në minutën e 11 të sfidës, ansori sulmit mori topin atë djathtë dhe me një gjuajtje me të majtën në shtyllën e parë, mposhti portierin kundërshtar duke i dhënë avantazhin skuadrës së tij. Ky është goli i tretë i Hasanit me fanellën e Esteghlal në kampionat, që kur ju bashkua kësaj skuadre pak javë më parë.